Kapitulli 15. Unë jam hardhia e vërtet, dhe ati im është vreshtari. Çdo shermen që është në mua dhe që nuk jep fryt, ai e kput, ndërsa çdo shermen që jep fryt, ai e krasit dhe e pastron, që të jap më shumë fryt. Fjala që unë ju kam folur ju ka pastruar tashmë. Qëndroni në mua dhe unë do të qëndroj në ju. Sikurse shermendi nuk mund të jap fryt vetvetiu, pa qëndruar në ardhin, kështu as ju nuk do të mund të jepni fryt nëse nuk qëndroni në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shermendet. Kush qëndron në mua dhe unë në të jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nëse dikush nuk qëndron në mua, do të hidhet jashtë si shermendi dhe do të fahet. Këta shermende do t'i mbledhin, do t'i hedhin në zjarre, do të digjen. Po të qëndroni në mua, dhe fjalët e mia të qëndrojnë në ju. Kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju jepet. Në këtë përlëvdohet ati im, që t'i jepni shumë fryte të bëheni dishepujt e mi. Unë ju kam dashur, ashtu siç më ka dashur ati mua. Qëndroni në dashurinë time. Po të zbatoni urdhërimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time sikurse unë kam zbatuar urdhërimet e atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Këto ju a thash që gëzimi im të jetë në ju, dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është urdhërimi im. Duajeni njëri tjetrin ashtu siç ju desha unë juve. Nuk ka dashuri më të madhe se të japësh jetën për miqt. Ju jeni miqt e mi, nëse bëni ato që ju urdhëroj. Nuk ju quaj më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di ç'bëni Zoti. Por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njohur gjithçka që dëgjova prej atit tim. Nuk më zgjodhët ju mua, por unë ju zgjodha juve. Ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, që fryti juaj të mbetet, dhe që atit ju jap çfarëdo që t'i kërkoni në emrin tim. Këtë po ju urdhëroj. Duajeni njëri tjetrin. Nëse bota ju urren, dijeni se më ka urryer mua para jush. Po të ishit prej kësaj bote, atëherë bota do t'ju donte si të vetët. Por nga që ju kam zgjedhur nga bota dhe nuk jeni prej kësaj bote, prandaj dhe ju urren. Kujtoni fjalët që ju thash. Shërbëtori nuk është më i madh se i Zoti. Nëse më përndoqen mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Nëse kanë zbatuar fjalën time, do të zbatojnë edhe tuajën. Por të gjitha këto do t'ju a bëjnë për shkak të emrit tim, sepse nuk e njohin atë që më dërgoi. Po të mos kisha ardhur e të mos u kisha folur, nuk do të kishin mëkat. Por tani nuk kanë shfaqësim për mëkatin e tyre. Kush më urren mua, urren edhe atin tim. Po të mos kisha bërë mes tyre veprat që askush tjetër nuk i ka bërë, nuk do të kishin mëkat. Por tani kanë parë dhe më kanë urryer edhe mua, edhe atin tim. Por kjo ndodhi që të përmbushet fjala e shkruar në ligjin e tyre. Më urryen pas një shkak. Kur të vijë ngushëlluesi që unë do t'ju dërgoj prej atit, shpirti i së vërtetës i cili del nga ati, ai do të dëshmoj për mua. Edhe ju do të dëshmoni, sepse keni qenë me mua që nga fillimi.